Arsyeja është sepse në të gjithë degët që kemi në Shqipëri, vim takojmë dhe degën që kemi në Kukës. Është një degë mjaft të organizuar, e shoqatës kombëtare të ushtarakëve në rezervë të Shqipërisë, edhe për të parë misionet, detyrat, edhe aktivitetin e saj për vitin 2025. Edhe me arritjet, edhe punën që bëhet, jemi kompletuar me punën që bëhet në degën e Kukësit. Njëkohësisht kam ardhur edhe për të ngushëllimi, letër ngushëllimi për të ndjerin Xhevit Dafku të ndarë nga jeta të përur nga shoqata kombëtare ushtarakëve në rezervë të Shqipërisë. Po kështu, edhe 2 minjohje të 2 antarëve të degës Kukësit nga shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë për punë Riza Vata edhe Hazir Kinxhi. Motivacioni për punë të arritjet të mira që karrierën ushtarake njëkohësisht edhe në degën e shoqatës Kukësit. Ndroi stafin e televizionit Kukësit. Faleminderit. Jam shumë mirënjohës. Në emër të shoqatës ushtarake Dega Kukës, unë ju përgëzoj edhe juve, se ju kemi pasur pranë gjithmonë, ju na keni ndihmuar që ne të ecim në punën tona. Shoqata ushtarake Kukës ndjehet e lumturuar sepse shumë ushtarakë tani kanë marrë titull nderi, edhe në Tropoj, edhe në Has, po edhe në Kukës. Shumë nga ushtarakët janë edhe diplomuar me mënyra të ndryshme, ambasador paqe e shumë të tjera. Falenderoj në parë presidentin Hamid Gojani, sekretar përgjithshëm Molla dhe të shoqatës kombëtare ushtarake në rezervë dhe lirim, pension, që më vlerësuan kaq shumë që më dhanë këtë minjohë.